Zbardhen detaje nga atentati I djeshëm me armë zjarri në zonën e Dukajgjinit ku humbën jetën babe Bir ndërsa një person I tretë që udhëtonte me ta mbeti I plagosur. Viktimat janë Prel Gjoni, 82 vjeç dhe djali I tij Lek Gjoni, 57 vjeç. Në të njëjtin automjet ndodhej edhe Lazar Bashi, I cili mbijetoi të shtënave. Ai mori plag, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Atentati dyshohet se ndodhi rreth orës 16 në rrugën e fshatit Xhan. Babe Bir po largoheshin nga banesa e tyre e vjetër në Dukajgjin dhe po udhëtonin drejt Shkodrës kur persona ende të pa identifikuar qelluan mbi automjetin e tyre. Sipas të dhënave të fundit, hetuesit gjetën në vendngjarje më shumë se 50 gëzhoja. Dyshohet se autorët përdorën dy armë, një Kalashnikov dhe një MP5. Përdorimi I dy armëve ka ngritur dyshimet se në sulm morën pjesë të paktën 2 persona. Lazar Bashi ndodhej në pjesën e pasme të automjetit në momentin e të shtënave. Pas ngjarjes ai u dërgua fillimisht në spitalin e Shkodrës dhe më pas u transportua në Tiranë për trajtim më të specializuar. Forca të shumta policie dhe efektiv të Reneas u angazhuan në zonë për të kontrolluar territorin dhe për të gjurmuar autorët. Policia mori njoftimin rreth orës 17:20 ndërsa efektivët arritën në vendngjarje rreth orës 19. Terreni I vështirë malor dhe distanca ka ndikuar në kohën e mbërritjes. Familjarët u kanë thënë hetuesve se nuk kishin dieni për konflikte apo kërcënime ndaj Prel dhe Lek Gjonit. Sipas dëshmive të tyre, një ditë më parë babe Bir kishin shkuar në shtëpinë e vjetër në Dukajgjin, ku kujdeseshin edhe për disa koshere bletësh. Në momentin e sulmit po ktheheshin drejt banesës së tyre në zonën e Grudës në Shkodër. Grupi hetimor po shqyrton disa pista për të përcaktuar motivin e atentatit. Një prej tyre lidhet me divorcin e 57 vjeçarit nga bashkëshortja rreth 3 muaj më parë. Çifti kishte 4 fëmijë. Deri tani megjithatë hetuesit nuk kanë prova që e lidhin divorcin me vrasjen. Ndaj kjo mbetet vetëm një prej pistave që po verifikohen. Në vëmendje të hetuesve është edhe aktiviteti I Lek Gjonit. Ai punonte me kamion dhe sipas të dhënave të deritanishme, ditët e fundit kishte transportuar materiale ndërtimi për një banesë në fshatin Gjuraj të Dukajgjinit. Gjithashtu kishte një ekskavator me të cilin punonte së bashku me një banor tjetër të zonës. Policia po punon për të përcaktuar motivin, për të rindërtuar lëvizjet e viktimave përpara sulmit dhe për të identifikuar autorët. Koha mes atentatit dhe mbërritjes së forcave të policisë dyshohet se u ka krijuar agresorëve mundësi të largohen nga zona.